vallja e lubis dhe lubive të tjera me aksesore që zbriste minimumi 1.200 euro me vogla. Dhe shkon të 30-40.000 euro të tjerat. Po nuk është koha të tregohet luks të varfëve, nuk sfidohen të varfrit me luks. Do të kuptojmë të gjë, njeriu mund të ketë pasione, po të varfrit, po i sfidove me luks të varfrit, atër të regon se je shumë e pa shpirt, apo i pa shpirt. Mirë po, një loj. Rama ven merë orën 600.000, 500.000 euro me diamante, e ato pastaj. Vazhdojnë dhe hanë darda si Rama. Kështu që ishte një gjë, dhe më thënë, një fushat e dej me atë vallën që e mbyllën. E mbyllën vetë ata me vallën. 3 hajdut, nuk janë 3, ata janë 30, po ata 3 hajdut, më vallën e 3 hajdut, dhe ishte sigur t'ja u kisha shkrojt unë atë skenar, e zbatuar. Dje të gjithë titujt, jo më falin, dje paradite të gjithë titujt e portaleve të qeverisë dhe të mediave hapeshin, sot ndeshja e madhe Berisha Rama në Itali. Ndeshja u zhvillua, u zhduken të gjithë titujt, se kapituloj, se Breshja ishte shumë fish i parë, ishte krejtësisht një tjetër, krahasuar me Milanën, e mbushur me patronazhist. Vetëm nga Kavaja u numëruan 50 patronazhist që kishin shkuar aty Imagjinoni pra. Dhe me qenë se nuk mund të krahasoshin më të pa krahasueshmet, i zhduken titujt. Dhe ngushëllimi i fundit i tij, Ymeri shkrojti se Rama fitoi betejën në klikime. Duke bler klikime, duke bler likesa. Kjo ishte finalja e fushatës tyre. Unë me njerëz, ai me likesa. Unë me shqiptar, me qytetar, ai me blerje likesa për të dhënë zemër. Këto ishin, ato që unë desha atja të shtoj se është një fillim i mbar. Kjo, të dashur miq, është një fillim i mbar. Ne do bëjmë gjithçka që ky program të bëhet pjesë e mendimit të qytetarëve, e debatit, duke i garantuar se në mënyrë absolute, pik për pik do zbatohet. Sot unë mbeta shumë i inkurajuar nga diskutimi sot me të përndjekurit. Me personat me aftësi ndryshe. I numëron një nga një të gjitha privacionet që u kanë krijuar. E vërteta shumica i kishin patur. Po nuk burrëm me atë që i kishin patur. Unë qaj hallën me ata që nuk kanë sot, do i garantova që në mënyrë absolute do t'i kenë që të gjitha dhe një nivel krejt të ri. Kalojmë të pyetjet. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Në fakt, Zoti Berisha, juve për një kohë shumë të gjatë, pra ne kemi qenë dëshmitar që juve keni pasur akuza, qofshin to edhe personale ndaj eksponentëve të drejtësisë, qofshin për vërinë e posaçme apo edhe në gjykatën e posaçme. Ndërkohë që në hapjen e fushatës tuaj, në fakt juve nuk u ndalët shumë tek çështja e drejtësisë, vetëm përmendet që shqiptarët për të kërkuar drejtësi vonohin shumë vite. A është kjo një kërkesë e strategut tuaj të fushatës Kris Lasivita për të ulur, le themi, armët ndaj drejtësisë në një kohë kur jemi në fushat? Pyetja e parë. Së pari ju garantoj se strategu i fushatës është një kundërshtar i vendosur i palkundur i politizimit të drejtësisë, apo siç e quajnë amerikanët, weaponizimit të saj. Dhe sa e ka të qartë si drita e diellit, se në rast se ka 2 vende në botë ku drejtësia u politizue në mënyrë ekstreme, u weaponizue,
janë Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria. Por, vim tani këtu. E thatë shumë e drejtë. Problemi më themelor dhe që ne s'duhet pajtohemi kur, është humbja e të drejtës nga qytetarët shqiptar për të patur një proces gjyqësor të duhur, kështu quhet procesi gjyqësor. Procesi gjyqësor i duhur kërkon detyrimisht dhënien e vendimit brenda një kohe të pranueshme. Sot shqiptarët e vërtetuar duhet presin 15 vite për të marrë një vendim përfundimtar të një procesi gjyqësor. Më fal, vetëm një gjë. Ju kam raportuar, ju kam përmend këtu disa herë 150.000 dosjet. Jo,